Bravo qofshi po merë. Unë më dha një intervistë. Da nuk lejon asë intervistë. Në Bregdetin mes Shëngjinit dhe Velipojës ka nisur një përplasje. Banorët e zonës po protestojnë kundër ndërtimit të resortit turistik Blu Borgo. Ku është ambulanca, nga shtetë po? Orë zotni, orë në popull, orë në zotni numëri policë, 200 policë, 40 vetë. 40 për 200, pa 5 policë për njërë. Leja e ndërtimit është dhënë në vitin 2024, por kantieri po hapet vetëm së fundmi. Banorët thonë se projekti po ndërtohet mbi pronat e tyre. Ata pretendojnë se dikush ua ka shitur pronat tek sipërmarrësi që po zhvillon projektin përmes falsifikimit të dokumenteve. Për këtë çështje ata janë aktualisht në gjyq. Banorët kërkojnë që punimet të ndalet derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar. Po sigurisht se po shikohet, kompania po vazhdon punimet pavarësisht protestave. Të martë rreth 40 banorë u shoqëruan me dhunë në komisariat pasi ato ndërhyn për të ndalur punimet, por dhe bllokuan rrugën. Ata thonë se do të vazhdojnë të protestojnë dhe nuk do të tërhiqen, pasi nuk shohin zgjidhje tjetër. Gjena përdhënu na morën me zot, i kanë bu njerëzit morë si që keni pa dhe vetë, edhe sot kjo protest nuk do të marrojnë.